Të pambështetur dhe të paorientuar nga shteti, fermerët e Kurianit në Roskovec po braktisin vreshtarin duke zëvendësuar atë me kulturën e ullirit, dikur pothuajse i gjithë territori i Kurianit ishte i mbuluar me vreshta, duke kthyer këtë kulturë në shtyllën kryesore të ekonomisë lokale. Por nga rreth 100 hektar të kultivuar me hardhi, sot kanë mbetur vetëm 5 hektar. Sipas fermerit e Shref Toro, i cili merret me kultivimin e vreshtave prej 32 vitesh, shumë banorë të zonës janë detyruar të heqin dorë nga kjo tradit për shkak të çmimit të ulët të shitjes së rrushit, mungesës së tregut, sasive të mëdha të rakisë dhe verës tokë, si dhe subvencioneve të pamjaftueshme. Arsyeja e parë është tregu, e dyta fuqia punëtore, fillojnë të reduktohen, duke i kthyer në ullishte. Ana tjetër, pjesa e shtetit që nuk ka vënë dorë në këtë drejtim. Unë personalisht, sikur të kisha ndihmën e shtetit, sa tokë të kisha do ta kisha bërë vresht. Edhe fermeri Qamil Kuka pohon se përballë këtyre vështirësive u detyrua ta braktiste tërësisht vreshtarin dhe ta mbjellte të gjithë sipërfaqen me ullinj, sipas tij kostot e larta për mirëmbajtjen dhe shërbimet e nevojshme e bën të pamundur vazhdimin e kultivimit të hardhive. U detyruan njëri pas tjetrit filluan të prishin vreshtat dhe ta mbillin ulli. Një nga ata isha dhe unë, që kisha në fillim 5 dylim vresht. Po erdhi një kohë edhe rakia nuk po shkonte me. Po dhe kilogrami i rrushit arriti, si thash, 250, kështu që arriti që e mbolla ulli. Dhanë diçka atëre për këto subvencionimet për fidanat e ullirit, gjashtu, por tani kemi ngel në një pikë që kemi shumë banor ose shumë fermerë që kanë edhe 15 kujtal apo edhe më tepër 15 kujtal vaj pa shitur. Traditën e vreshtarisë u detyrua ta lërë mënjan edhe fermeri Astrit Abedini. Ai tregon se dikur zotronte një sipërfaqe të konsiderueshme me vreshta, por sot e ka reduktuar në vetëm një dynym. Nga 2 dylymi u bëra 1 dylym. Sepse po e shikonim që e shturp ta thuash po prin dylym vresht, ne nuk e shisim dot. Edhe të gjithë tokat ne kemi bërë ullinj. Ne duam një orientim, sepse pa orientimin e shtetit secili punon kot. Dhe në rast se ulliri si vjet nuk do shkoj, ne do kthehemi prapë te vreshti, kështu besoj. Sipas fermerëve, gjatë sistemit të kaluar, sipërfaqet e mbjella me vreshta zinin rreth 80% të territorit të Kurianit me një prodhim vjetor që arrinte deri në 200 ton, por sot kjo traditë është drejt zhdukjes dhe fermerët çdo ditë po përballen me rrënime ekonomike, po shkojnë drejt falimentimit për shkak të mungesës së vëmendjes dhe mbështetjes nga shteti.